Pas hyrjes së Mateos në Big Brother, vëmendja e publikut u përqendrua në marrëdhënien e tij me Brikinën, një nga banorët më të njohura të këtij reality show. Mateo, me një stil të veçantë dhe karizëm, e ftoi Brikinën në akuarium, një hapësirë e veçantë brenda shtëpisë. Megjithatë, reagimi i Brikinës ishte i rezervuar, duke shprehur se nuk dëshironte të ishte pjesë e një situate të tillë, e cila mund të krijonte keqkuptime mes tyre. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Brikina theksoi se nuk kishte asnjë angazhim sentimental me Mateon, duke përshkruar atë si një lloj njohje të rastishme. Nuk kam asnjë qëllim për të shkuar atje, tha ajo, duke lënë të kuptuar se nuk dëshiron të bëhet pjesë e lojës që mund të krijohet brenda shtëpisë. Ndërsa Mateo në hyrjen e tij e vlerësoi Brikinën si vajzën më të bukur dhe më të sjellshme brenda shtëpisë. Kjo deklaratë e tij ngjalli më shumë kurreshti dhe spekulime për marrëdhënien e tyre, duke bërë publikun të pyes nëse kishte ndonjë ndjenjë të fshehtë mes tyre. Para se të hynte në shtëpinë e famshme, Mateo kishte bërë një deklaratë për produksionin, duke thënë se kishte qenë në lidhje me Brikinën. Kjo e bëri situatën edhe më të komplikuar, duke lënë të kuptuar se ndjenjat e tij ishin më të mëdha se sa thjesht një njohje. Brikina nga ana tjetër e mohoi deklaratën, duke shpjeguar se kishin shkëmbyer vetëm disa mesazhe dhe se ishin takuar vetëm një herë. Kjo e bën situatën edhe më misterioze, duke lënë hapësirë për spekulime të tjera nga ana e publikut. Pas ftesës për të bashkuar me Mateon dhe 4 banorë të tjerë në akuarium, ai sqaroi se kishte marrë ftesën për të hyrë në Big Brother para se të dinte se kush do të ishte brenda. Ai e përshkroi takimin me Brikinën si një surprizë, duke theksuar se nuk ishte hyrë në shtëpi për të krijuar një lidhje me të. Mateo shprehi vlerësimin e tij për Brikinën, duke quajtur atë një vajzë të respektuar, por insistoi se nuk kishte asnjë lidhje apo lojë mes tyre. Kjo situatë ka nxjerrur shumë diskutime dhe pyetje mes fansave.